Ne mendojmë se lista serbe është një subjekt politik i krijuar nga Beogradi dhe në shërbim të tij. E themi këtë për shkak se çdo vendim i marrë deri më tani nga ky subjekt politik bëhet në vazhdimsi me konsulta me qeverinë serbe. Pra nga marrëveshja për koalicionin qeverisës e deri te bojkoti i vazhdueshëm që ky subjekt i bën kuvendit të Kosovës. Andaj edhe vendimi për të kthyer në kuvendin e Kosovës duhet parë në një kontekst të disa proceseve të dëmshme politike për vendin. Këtu është fjala për themelimin e gjykatës speciale, por mbi të gjitha themelimin e zajednicës serbe, e cila paraqet një ndarje të vendit nga brenda, mirë po edhe lindjen e një entiteti autonom serb brenda Kosovës.